Allahu thot inni qarib. Unë jam afër. Nuk i thot Muhamedit a.s. o Muhammed, thua ju se Zoti është afër. Por Allahu merr mbi vete dhe thot se unë jam afër robit tim. Dhe këtë e lidhim me atë bisedën që pat profeti Musa a.s. I cili duke shpresuar se është një rob i devotshëm, i dashur i Allahut, një ditë i tha, ja Rab, o Zoti im, këtë shpallje që i pranoj unë dhe që jam shumë afër madhërisë tënde, a do t'jetë dikush më afër se unë që jam tani që bisedoj dhe pranoj fjalët tua të shenjta? Allahu i madhëruar i tha, ja Musa, o Musa, do t'jetë një ummet i cili ummet do t'agjeroj dhe agjerimi do t'i lodh. Dhe para iftarit, kur agjerusi do të më lutet mua, ja Musa, tani që bisedojmë ne, mes meje dhe te janë 50-70.000 pengesa. Ndërsa mes meje dhe agjerusi nuk do ketë fare asnjë pengesë, subhanallahu.